أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم من رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون Inderuar i xhamat, Allahu kabul Ramazanin inshallah. Namazin e qindjes kabul. Allahu xhalla xjalaluhu shpjegimin edhe dëgjimin prej neve e pranoft inshallahu taala. Qish në fillim e lusim Allahun xhalla xjalalu që të shëron të smuart. E lusim Allahun në këtë pas i kindije që të liron të burgosur inshallah. E lusim Allahun që populli jon anë kanë kapovuan vujtjet e atij të paksohen. Edhe lusim Allahun xhalla xjalalu që adhurimet edhe ibadetet e tona të drejt për drejtat jenë vetëm për ata, për shkak se dersi jon sot ka të ban ajeti i parë numri 73 në suratul Nahl, ka të ban me ibadetet të cilët njerëzit po i bajnë, e ative po ju shkojnë kot ibadeti dhe po shkojnë kot ata mas atij. Ka thonë wa ya'buduna min dunillah. Po i bajnë ibadet tjetër kujt veç Allahu xhalla xjalaluhu. Nuk janë të logjikshëm fare në atë rast. Kur i bajnë ibadet që tërkuj nuk janë të logjikshëm fare. Mirë po Kurani Kerimi me mrekullit e ajeteve të radhitura mrekullim mbi mrekulli afron argumentet e gjalla bindse. Afron argumentet kuranore heshtse se ashe vërtet se nëse veç Allahu diku i drejtohesh je i kot dhe të ka shku mundi kot. Ka thonë po i bajnë ibadet, po i adhurojnë ata që s'kan mundësi me i furnizu, respektivisht s'kan mundësi me qenë nga ato të furnizuar. Më njëherë gjematin ndershëm hin në binar me neve sot nders, më njëherë hin. Hin me neve e pas ta i ke mundësi rjedhimisht me përcel të rinë fund. Ai që i bante ibadet ati putit, ati asaj statujës, që e kishte të vuar në shkratin apo në qabe apo në shtëpinë e vetë mrenda. Allahu xhalla xjalalu tha po i adhuroni ato? A keni një dobi prej ative, a ju japin me hongër? A ju japin me vesh ato? A javë mbikëqirin fëmit? A kanë mundësi ato me u mundu për ju? A kontribojnë ato një send të regjistruar që ti nesër thu këtë pasuri e kam prej kësaj statujës që kam ndërtu në bërë këto? Kjo ndodh? Jo përgjigja, jo kjo kurs ndodh. E mirë pra, si po hamendni që ju me uvu atyre në shërbim pra, ati që s'ke dobi fare prej ati. Si vesh ati në shërbim, si rinë ati gadito për para. Arabi, murë qumsht edhe i qoj ati, asaj statujës ati putit, ati idhurit vetë, edhe i kishte jashta shtëpijës, jashta me kësë shkratin. Edhe ja la qumshtin në fundin e ati mishte i menqur. Tha dal anës e ta shiqoj si po e pin tamlin ki zoti jem. E shiqoj një kon a pin guri taml. Erdh dhelp në shkratinës. E lipio pjatën. E hangrën tamlin edhe bani dhelp në një pun me kam të ngritur mbi te. Tha Arapi, unë sot e deri ditën e fundit lën abuda ba'da al-yawma ilahan balat alayhi thalibu. Tha prej sotit ma unë nuk besoj një zot i cili sa shkadir nuk ashi mundun me mbrojt vetën që dhelp në mos të ngren kamën e gjath të mramën mbi te. Tha nuk baj më kësi ibadet. Ja, këti pra, kështu i adhuroj njerëzit. Mos o habit inderuar i xhamat se sot me një grad pak mat ullët, këtu janë punët. A keni vure se njerëzit sa ngasin mas përmimit, mas ngritjes e përmendoreve? Përmendoret janë, unë s'po tham, se ndoshta apo e teproj, ato janë gjysëm shirki. Përmendoret janë gjysëm shirki. Me përmendoret nuk njën gizot në alkohën tonë, po e ashtë në të rrugë.
Ash në të rrugë, se nuk ash loj që një njeriut, as ma pak, as ma shumë se unë edhe ti njeri, ti ndërtohen përmendorët me qindra mija pastaj, njerëzit shkojnë para përmendorës ati, edhe ti lutën ati edhe ti thojnë se na kemi probleme, apo na i vendos. Kjo është në kohën moderne, kjo janë ditat e tua tash, vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu muslimoni ngren durët para fuqisë ati, edhe thot, o Zot, këta derte i kam, me një mënirë apo me një mënirë qëtër e banë këta. Një sahaba, radiallahu ta'ala anhu, e ka pasim në Buhumam, e Rasullullah i ndrek në gjami e gjetë mështetën për muri, mas namazit e la mështetën për muri, një qindi e gjetit mështetën për muri, mas namazit i këndi e se latë mështetën për muri, në esrit e gjetë mështetën për murë gjamiës, edhe pyetja i tha, ja Aba Humam, me alek, tha qka ke tha, djetë lash këto, sot gjeta këto, a e ngrejti kokën e këputër prej qafës ati, mirë i ranuar, tha ja Rasulallah, homomun wa dujonun galabetni, tha më kanë mujt gajlet edhe borgjët. Kështu tha, a ju deklaru haptas qartë, tha më kanë mujt borgjët edhe dertët. I tha mësusi njerëzis, i tha mjeku i shpirtave ma i madha ti, ja Aba Humam, ela u allimuka kalimatin, idha kultaha adhhab Allahu anka hammak, wa qadha anka dejnak. Tha, po do të mësoj disa fjalë ti thuash, Allahu ti hek dertët edhe ti krin borgjët. Tha, po ja Rasul Allah, po tha, po du. Tha, thujnë me njës edhe në mramje, Allahumma la hawla wa la quwata illa billah. Tha, thuj, o Zot, s'ka fuqi dhe madhrin bot më të madhe se fuqia dhe madhria jote. Thuj hiq panal, tha ja Aba Humam. E ma vonë transmeton ki burri ndershëm, tha, i thash këto pun një kohë, këto fjal një kohë prej kohëve, Allahum ndihmoj që ti laj borgjët dhe mu hekën dertët. Zotit, dertët janë pjesë e borgjët, a i s'ka dert pa borgjë. Nuk ka dert pas muje, nuk ka dert pa burg, nuk ka dert pa dri. Ka dri, ka dert. Kusha maj fort? Maj forti, kusha? Tha, maj fort a zjari. Kështu tha njërë, zjari a maj fort. Tha, ka ma të fort. Tha, po, ka, tha, uji. E fika te, a ka ma të fort. Tha, ka ma të fort, tha, uji, tha, frime e ban helaq, e përplas kejt detin për bregu. A pa ka? Tha, ka ma të fort, tha, ka ma të fort, kodrat. Fri që në 100 milion veta jati. Tha, ka ma të fort, a ka ma të fort, tha, që ishja, tha, dridhe atokës, kejt kodrat i lu. Ajo si vetë sa janë trona fare. Tha, ka ma të fort, tha, ka ma të fort, tha, gjumi, ben me flet, njonin me njësi të rekojnë, e neve be kërë dridhe toka prom, jo, valla, tha, sa bale mora vesh. Ka ma të fort, tha, ka ma të fort se ki, tha, ka ma të fort, tha, gajlet, s'lan me flet, gjithë natën e për bërë që titësh. Dertët, s'lan me flet. Të fort në bitë fort. E na pra, mendoj se jemi shumë të logjikshëm. Kur thojmë se na duhet me shku gradualisht, na jo, na e kemi kri këtë problem, po i nxjerrim njerëzit që se kanë problemin e krim. Gradualisht prej te ka ma i dobti te ka ma i forti, me qëllim që të arrin ato të aj që ja ma i forti prej keve. Prej të voglit te ka ma i madhi, me qëllim që të arrin me njerëzien të adhurojnë atë ma të madhin. Këto janë fjalët deri dikun me një skem tjetër të fundit të dersit gjejt në lidhje me shembullin kër e sjellën për punën e Ibrahim a.s. Wa ya'buduna min dunillah, po i bajnë ibadet që tërkuj, po adhurojnë që tërkan. Me një hadith kutsi, jo shumë i fort, ka thonë, çudi e madhe në mes mua dhe robit tem. Ajaban bejnë emri wa bejnë emra abdi. Çudi e madhe, ka thonë Allahun, mes mua dhe robit tem. Akhlukuhu wa ya'budu ghairi. Tha, unë e krijoj që tërkuj i banë sejde. Çudi e madhe me robit tem. Unë e krijoj ata që tërkuj i banë sejde. Ka thonë, arzukuhu wa yut'imu ghairi. Tha, pa i jap me hangër, i qënë putit tamël me pi. Unë i jap tamël, unë i baj delën, unë i baj qumshtin, unë i baj ate, a e merë ata, ja qënë ati të vorët. I qënë me hangër ati të vorët.
E pa tash ti mos më duhet helbet Allahut mi që më hëngër. Tha, jo, se kam këtu. Tha, mos i qo ati që se han. Pra, mos i ban ibadet ati që nuk meriton. Ktheu prej ka maj voglit e ka i modhi. Nuk ju bind. Nuk ju selin gjo. E vune një përmendore dikuj në bortonin, e tash një ale ati djallë mas gjali, a ka mundësi me ngrejt gjishtin me thonë, për 50 vite kjo përmendorja këta masjeli? Ska mundësi. Ska mundësi. Qka do me thonë përmendore? Spomenik do me thonë. Shqip. Shqip a spomenik. A spomenik qka do me thonë? Përmendore. Me të përmend. Me të përmend. Deri kur me të përmend? Deri t'ju kceje kanari. Kur t'ju kceje kanari, janojnë zinxhirin qaf traktorin, edhe e përplasin për toke. Se ju ka këci kanari. E pse ju ka këci kanari, pra? Pse hargju akumulatori. Edhe ju kanë shtramu qelijat. S'po merë më rrim. 24 ton përmendorja Anver Hoxhës në placin Skanderbeg në Tiranë. Kua tash? E përmendorja e Leninit, e Stalinit, e Titës, e qetrit, ku janë këto përmendore? Mos harrojnë ato, qka i kanë ngrit aq të larta dhe më të larta, edhe alas janë rënu, ato mos mendojnë se kanë memet ative pa rënu. Po ato tjera ato nuk do të rënoj, ato do të rënojnë ato që mas shumë të sot ja adhërojnë. Se unë asat herës jam përzi, as tash nuk përzijem, se si jam politikan, e as që më intereson të fjale a cila e ka emnin politik, ama bash fare. Po ato që sot rrinë për para, edhe shkojnë të vorri filanit i thojnë ati, apo qosh me na i kri problemet se kemi hi keq, kemi hi në qërë so kak, ato do t'ja rënojnë. Kur do t'ja rënojnë? Kur të mbushën tëri këtu, se nuk po krinë probleme ki. Nuk po i zgjidh problemet. Për atë, ai diplomati anglez me në salën e parlamentit të Londrës, në atë foreign office-in e ative, e mori një libër të vogël në dorë, ato largë deputetës se shifë që ka në dorë, e kishë Kurani Kerimin. Në pyetje se as gjithën këto probleme që janë ngrumbullu në këtë botë, me të vërtet janë ngrumbullu. Se s'po i zgjidh kush, po ato po binë si mjegullat, problem mbi problem. A i tha, i zgjidh këto vetëm një njeri, a i zotriu i këti libri ka vdek që 1400 vetë, nëse mundët dikush me ngjall, sa të e pi një kafe. A i zgjidh këto probleme. A i Muhammedi i Shkratinës, a i zgjidh këto probleme sa të e pi një kafe. Me qenë se ka mundësi me ngjall, zotria i këti. Tjetër kush nuk i zgjidh këto. E shka ju bojnë qertë pra problemeve? Qertë i lidhin problemet. Ato i lidhin, sa ato i konsiderojnë lidhjen e problemeve zgjidhje. Ato e konsiderojnë lidhjet e problemeve, ngatrimin e problemeve e konsiderojnë zgjidhje. E mirë, ato që e konsiderojnë ngatrimin e problemeve zgjidhje, e xhamati shka konsiderojnë, pra shka bojnë xhamati? Xhamati shiqojnë televizorin mramje, se nesër po vike a i shka e zgjidh. Qetërën mramje shiqojnë kishte shkuki, e kish lidh pak, po vike a i qetëri shka e zgjidh. E pastaj vena i aven i peje, një e penit, ato qertë shiqojnë prapë në televizor. Pramë sëllësisht e zgjidh bashkejt vegza, po vike nesër një ma i madh. Po do ike me ngre penin se e kishte sajlën ma të fort. Në 3 not, 4 not, po vike, po shkojke, deri sa thanë qertë, pala po ven mo, edhe thanë pala po shkon mo. E unë po thom, kanarë, shkojnë mo. Tha, mos e huqni. Mos e huqni fare. Se ne jemi ata të cilët kur s'kemi dal prej vije. Ne muslimanet jemi ata që s'kemi dal prej vije. Neve muslimanve investimi huj na ka trondit, por prej vije nuk na ka qitë fare, ne jemi në vij, po të dobët jemi në vij. E tash do të hesim me ajetët e poshtë insha Allahu Teala. Tha Allahu Jalla Jalaluhu wala yastati'un. Kështu e ka sostan. Këto putat që i kanë bërë arabët ibadet ative, tha që japin me hëngër. Tha wala yastati'un. Kë pjesë e ajetit që edhe s'kan mundësi,
Ash me nëzit njeriun më njëherë me i hapsit se a i s'po lëviz prej vendit. Regulli thot kështu, kush se ka një gjo, ash e mundun me pas. Kjo është regull. Kjo është regulli i palehatshëm. Kush se posedon një gjo, ash e mundun me posedu. Ja për shembull, sot s'ke kerr, nesër ke. Sot s'ke shtëpi, nesër ke. Sot s'ke dyqan, nesër ke. Dikush nuk prit me pas ti ama ja ti e ke. Për shembull, 6 muaj në Zvicër punon një kerr e ban. Turista me ban një kerr. Regulli ja kështu po them edhe një herë. Kush se posedon një gjo, pritet me posedu. Ka mundësi me posedu nesër. Ai guri, ajo statuja që është mbjellur në tokë, a posedon lëvizjen? Me shku dhe me ardh, nuk e posedon. Për ata tha Allahu mos pritni piktive se s'ju bin gjase, s'po lujnë prej venit. Kështu është Kurani i Kerimi. Nuk e posedon lëvizjen, nuk i posedojnë mundësit. Ai që si posedon mundësit mos prit prej atij. Fala tadribu lillahi al-amthal. O njerëz, Allahu xhalla xhelaluhu, Allahu mos i bani shembull. Tha Allahu mos i bani shembull, se ai s'ka shembull, si ai sa kurkush la tudrikuhu al-absaru, sini nuk e shef, wa huwa yudriku al-absara, i shef gjitha gjanat. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Ati si ngjan asgjë. Ai ndëgjon edhe shef gjitha sendet, po ati nuk i ngjan asnjë send. Fela tadribu lillahi al-amthal. Mos e përngjani me askën se ai askuj si ngjan askush ati nuk i ngjan. Inna Allah ya'lam wa antum la ta'lamun. Allahu xhalla xhelalu din. E ju nuk dini. Faktikisht ju nuk dini me shku në shtëpi dhe me dal pe shtëpie. Po ju nuk dini me i mat gjanat, tha Allahu në Kurani Kerim, në mënyrën e peshimit edhe të matjeve siç i mat ai edhe madhnia ati. Çka do të thonë, në fillimin e parë ju duken gjazendet juve se pak janë rregull, mirë pa ato janë rregull. E prej juve pritet që me hin studimin e më thellshëm, sa më thellë ti studioni, aq më afër të vërtetës jeni. Kishte një ajet edhe di 73-74 në suratul Nahl, drejtësisht për shkak të kohës këto i takojnë dersit gjejit. Unë mos me modhim t'ju, këto puni kisha spjegu gjej. Sot Allahu xhalla xhelaluhu ve xhalla shanuhu në ajetin 75 dhe 76 i nderuar i xhamat sjell di shembuj. Di shembuj në gjuhën moderne ju thojmë këtive sendeve komparacione. Po përpleqet çka do të thonë komparacion? Komparacion do të thonë krahasim. Po krahasim do të thonë me mot një gjë me një gjë tjetër për me ardhur te një rezultat i mirë, te një rezultat i cili e ka emrin zgjidhje. Te një rezultat i cili e ka emrin formul. Allahu në Kurani Kerim 1/3 kanë thonë disa dietar. 1/3 e Kurani Kerimit e sjell shembuj. Një pjesë aty është histori, njëna pjesë shpjegon për çështjen e besimit, qetra pjesë shpjegon kushtetutën, anën kushtetutare, qetra anën e shtetit, legjislacioni, nenat, alineat, trashëgimia. Çka mos? Zahtaria, kafshët që kemi spjegupi kur kemi hi astronomia, këtë mrenda janë në Kurani Kerim. Ekonomia me këtë degët e veta është mrenda në Kurani Kerim. Po një pjesë e madhe e Kurani Kerimit është shembuj. Dhja jete të këti konteksti, të këti kodi i kemi para nesh në dersën e sotit. Ka thonë, Daraballahu mathalan abdan mamluka, la yaqdiru ala shay'in, wa man razaqnahu minna rizqan hasana, fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra, hal yastawun? Allahu tha, o njerëz, do t'ja usjellin Kurani Kerim një shembull të di persona, njeni memluk, njeni rob. Po ta dim kush është rob. Rob është ai i cili s'ka asnjë të drejtë. Shka të punojë gjithë ditën në akşam zotënijës do të më adorzu. Edhe tasha çka i vesh janë zotënijës. Edhe gruaja ati është edhe gruaja e robit është pasuni e zotërisë. Me gjithë robin është pasuni e zotënisë. Ai s'ka letra, ai s'ka nënshtetësi të vetën, ai s'ka letër njoftim të vetin, ai s'ka pasaport të vetën, ai nuk shkon pa leje kurkun se ai është rob. Ai shitet në pazar sipas ligjeve të robnisë atëhershme. Ai shitet në pazar, duhet ti e një dele blen. Edhe bëhet pasunia jotja, ke drejta me lëshu, ke drejta mos me lëshu. Rob. Tha Allahu xhalla xhelaluhu pra. Po e sjellim një shembull. Që ki robi i cili s'ka asnjë drejtë të vetën, abdun mamluk, rob i robëruar. La yaqdiru ala shay. S'është i mundshëm, tha Allahu, për asnjë send.
Sa shi mund shumë për asë një send, i robnum. Njeri i lidhur. A është i barabartë që ki? Dëgjo mirë tash se këto janë krahasime të rënda, por ne mundohemi me tonën që me i bësh shumë qarta edhe thjeshta nëpërmjet shpjegimit. A është i barabartë që ki rob, që s'ka asë një mundësi ma të vogël, me një njeri të lirë, tha Allahu Gjelle Gjelalu, i cili shkon e vjen, edhe punon e fiton mrenda apo në gurbeta ku do kov, edhe ndërton shkollë, ndërton ambulant, ndërton xhami, ndërton medrese, ndërton ura, ndërton hotele, ndërton qytete, ndërton aeroporte, ndërton tunele, ndërton zehtë minjera, edhe jep, i mban 100 fukara atje, i mban 1000 fukara atje, i stipendon 1000 zonësa atje, që ki robi i lidhën me pranga, a është i barabartë me qiket? Tha la yastawun, dha Allahu Gjelle Gjelalu, ka thonë këto s'janë barabartë. Po këta e din kejt? Kja jeti që na thave ti neve që shti këta e din kejt, se a ishka robë me këtë qetërin s'janë barabartë. Këta e dimna, po na kemi qetër sen këtu në Kurani Kerim për qëllim. Ate që Allahu, pse e në zbritjes këti ajeti? Tha, o ju pra, nëse ju keni arrit deri te formula, se a i robi i penguar, prej ati s'ka as një dobi se s'ka mundësi me të afru as një send, në krahasim me këtë njerin e lirë, që po afron edhe po jepe, po punon e po vepron, gjdo send ka mundësi me të afru, cili për ti është ma i ndershëm edhe ma i dobishëm? Tha jo ki i lëvizshme a ma i dobishëm. Tha mirë pra, a i tash kështu pe bojmë, a i Allahu i cili kryoj qilët, edhe që kryoj tokën, edhe dha për njeriu në gjitha sendet që dalin prej toke, edhe gjitha të mira që bin prej qili, a ti duhet me i bon sejshde pra, a ti putit lidhëm. Ka cëli duhet me u këthi? Kej të varëforit në botë, ata i robin ndër të ati duhet me nejtë pra me lipa i mjë dhonë, a ndërën ati të levismi që ka fabrikat e veta. Ndër të ku i shkojnë ato? Ato shkojnë ndërën e ati fabrikantit pra. O ju njerëz tha, po kur qenë ka kështu pra, edhe kur qenë ka kjo pun ka që logikshme dhe thjesht, e pse punalni para ative gurve me ju bon seshde pra? Pse punalni, si ju afrojnë gjo? Këto janë mrekulli, këto janë mugjize për neve që jemi të menqur, për njerëzit e menqur, jo për njerëzit që nuk kanë men. Se tha, ato që janë musliman tasha pa men jana, po, ato në këtë fush janë pa men. E në fushat qera ndoshta kanë ma shumë mendë se ne, po nësë jemi të full për kultivatorin tash. Nësë jemi të full tash për biciklën me 18 bërzina. Ne jemi të full për shpejtësit e njeriut për kaftësit me artër të e vërteta, besimi vërtet. Tash keni mundësi ju gjematin dërshëm me konkludu. Me bo një konkluz. Edhe me thonë kështu, një rezime shumë shkurt në mesin e dersit. Me thonë, me të vërtet, nuk na qenë ka bashkë qashtu njësoj ai që beson edhe ai që nuk beson. Nuk ka na bashkë let me artër të formule e besimit. Kjo është konkluza e parë. Konkluza e dytë është se ti nuk je rastësisht këtu. Për ti e që t'jesh në xhami o xhallar para mua kanë kontribu. Për atë ti je këtu, po mos kishin qenë ato fare. A di ku jesh? Ishe ti me një vend këto biseda nuk shpjegohen. Ishe ti me një din të dini fenerit. Jo rahat të lohatshin fenerin qërtë për para. Se kadal, anena për shkohet, te ka feneri për shkohet. Na nuk po gëzdohemi shumë kur pe shofmi një gjemat kështu të mbyllën në xhami kaq edhe qetrin para televizorit e xhumonë në Ramazan e kejt. Na mirë këta, kjo a mirë. Po çka më i bën ative letrave që njerëzit kur po vënë letra e bardhë, njoni Bismillahirrahmanirrahim ka shkruajt në letër edhe ka fut në kombin taksi te kam të tuva, a i doli me një stacion unë almeharat, a e mori taksin qëtër me këthi prap, po ti kur zbrite e nes, e pa dhe letrën, drejt të hoxha që kjo letrë shka është bre, kishte Bismillah në krije, po në regull, Bismillahirrahmanirrahim, po se di me po shkru në ati shqip, një qika qene smut, dhe ajo qika e ka morë këtë letrën, e ka fotokopju 13 herë, toni ja ka dhonë njonit, e ka fotokopju 13 herë, e nëse ti e fotokopion këta 13 herë, ja jep 13 vetë, ato 13, ka 13 herë. Ama pun,
O ju 13 herëve, e një në gjamit e na se na vete spjegojmë 13 herë. Na vete spjegojmë 13 herë, me parat e tone a spjegojmë 13 herë. Na shkojmë, shkollohemi 25 vite me radhë, edhe hipmi në qoshin e murin, ku do kofë në botë me një vend, edhe e ngrejmë zonin. Po e ngrejmë zonin lartë. E një ndinin e vërtet, o njerëz. E një në besimin e shëndosh. Jo me propaganda, jo me prapavia, jo me intriga, kur kuj halasja kemi lon letrën të kamca, Allahu anja, po para balit i kemi spjegu se aja anja, a ka mundësi pra një njeri prej njerëzve, sa janë në bot me dalë me thonë, jo, unë po të ri për balë, nuk ashtë nja, janë di, hajde urdhëni, këta nuk përthojmë na, salamadi, këta nuk përthojmë me mendje madhësi se na jemi ma të diturit në botë, na këta përthojmë se na për një argument të kundërt zbrazim 1001 argument. Për ata thojmë, haptas, jo me letër nërkom, jo me letër nërkom se si ta e ka fotokopiu 13 herë, i ka fitu $220,000. $220,000. A ke dëshirë me dit kush ka ai shka i mori $220,000? A ke dëshirë me dit? A i nuk ka $220,000 shka i mori për me fotokopiu atë letrën. S'ka ai. A i ka një qeter. E kush ka pra ai? A i ka shefi, distributeri. A i ka distributeri. A i ka ai që e mendej këtë ide që unë 13 herë, ti 13 herë, ai 13 herë, ai 13 herë, ta mbuloj ajo letër ruzullin toksor, ta mbuloj e feja e dëshmitarve të Jehovës, dëshmitarët e Jehovës janë ato, ta dëshmojnë, ta mbulojnë me besimin qëtër, duke i bind njerëzit e tonë se besimi i ative thot kështu. Në besimin e ative është, xheneti është i vërtet, po ai në këtë dunjë të bëhet. Kjo dunjë do të bëhet xhenet. E kur do të bëhet kjo dunjë xhenet? Atëherë kur të lihen luftat, thojnë këto. Atëherë kur të lihen luftat, kur mos të luftohet fare, kur të investohet për standard e jo për luksus ushtarak, do të shndrohet kjo botë në xhenet. E ku synojnë këto pra? Thuti me të parin shiqim, thu. Po këto na qenë kanë havëll. Këto na qenë kanë havëll a bardh pra. Pse si përqafojmë na këto të nga? Jo. Këto janë qëtër kush i nderuar i xhamot. Këto thojnë kush mos të luftohet që ti me të vërtet as penkall mos dish me ndërtu. Ti që ti me të vërtet bish në gjomë se nuk do të luftohet, e pastaj ata tonë dalin lajmërojnë në Maratin, në sajmin e aeroplanave në botë, një aeroplan $153 miliard. Pa pilot a e vëzhgon si përfaqen me një vend, e në vendin qëtër nuk i duhet ati pilot, a i komandohet elektronisht prej bunkerit elektronik të Australis apo të Zelandës re, a i ku dojë, kështu pra, prej ati i burimi, prej asaj fabrike ku është aeroplan $153 miliard ndërtuar, prej asaj fabrike është kinjeri me këtë letrën. Prej asaj fabrike është, që i mos të luftohet se përdoj me bo xhenet, e ti mirë, ti të mendojnë se për një me xhenet pu baka edhe fli xhemot, fli se Ramazan, fli, na jemi të qartë, na jemi të hapur, na s'kemi të msheft asë gjë. Robi i kastis, unë i mledhun, nuk meriton me nejtë për para, por rinë të dera Zenginit, Allahu në therë me këta e tha, e në nderën e Zenginit, e në nderën e të pasurit, doli pasha me gjujt, pashalarët, edhe këto gjinte postit të shumë gjujnë këto, doli pasha me gjujnë gjujtia dhe këthaj prap, raka një katun i varfur, të njeni me qadrë ati me gruën, por rike me fmit. Hini mrenda, a i varfuri, a i kish një cap, ata ja prau më njëherë, pa ditë kush në fare, veç në kodin e misafirlokut edhe nderit muslimanve që shepritin mikun. A i s'pas gjë, kur hini mrena misht mirë, tha, mirë, ti tha s'pas gjë, tha një qadrë, tha, po këtë misht shumë të mirë, tha,
atë delën që e pata, atë dhije, atë capin, tha e preva për tije, se mik. Pasha u hutu me shokët e vetë, se si qenë kën njerëzit, tha, ja la një letër, tha, ditën e gjumo në filan vend, tha, unë e falë, në kam qef me marë. Ja të regoj gjamin, i varfur i shkret, malsori i ndershëm, plot respekt i mushën me mirësi, me shpirt madhri, të madhën ndaj mikut, shkojt gjumon, qitet me falë gjumon, ku falët pasha dhe mu taku. Dullën gjemoti pasha kishmet në gjami. I ka ngrej durët, Allahumme inni es'eluke su'leti. O zot, tha, kam këtë nevoj, kam këtë nevoj, kam këtë nevoj. A i pëndëgjën prej mrapa pasha për i lipë Allahut, këtha i prap. Tha unë, qëfar gabimit trashta kam bo? Pa ka marrë me lip pikti që po lip ka. Tha, qëfar gabimit trash kam bo, tha. Ka marrë me lip pikti që po lip. Tha, po shkoj po lipi edhe unë, tha, mas, nuk ka shë pashalarve ajo derë, nuk ka ajo derë e sultanave, ajo derë e kejve. Tha, po shkoj të shpia eme, tha, mas i ki po lip, ka po lipi edhe unë. Kështu pra... Unë a i sjell këtë shembull edhe thot, Elhamdulillah, a i thot vetë në Kurani Kerim, Elhamdulillah, tha, s'ka faleminderim që tërkuj. Mu për këta ka ardhë kjo pjesës e ajetit mrenda, s'ka faleminderim që tërkuj. Elhamdulillah, s'ka hamd putit, hamd statujës, hamd parit, hamd sultanit, hamd atimretit, hamd ministrit, s'ka kësi pun në islam. Elhamdulillah, hamd Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanuhu. Bel aktharuhum la ja'lemun. Tha, e që ka me bo? Allahu në Kurani Kerim, tha, shumic as po e din. E ta shte kje shumic, hin ato njerëzit që ti ndoshta ke problem. E pse a i djetar qa që madhë s'po bohat musliman, pra? Pse a i nështonjë s'ka kalu në islam? Pse Hegeli s'ka kalu në islam? Pse Wolfgang Goethe s'ka kalu në islam? Pse a i Lamarcus s'ka kalu në islam? Pse Freud s'ka kalu në islam? Pse Nietzsche s'ka kalu në islam? Pse s'kalon në islam këto? Pse Beethoveni s'kalon në islam? Pse Shakespeare sa bo musliman? Pse Leonardo da Vinci sa bo musliman? Pse filan shkencëtari sa bo musliman? Di pse sa bo musliman? Se ai kur s'ka mësu mësimin e vet për mu bo musliman, ka mësu me ditë. Allahu ka thënë kush dojë me ditë në dije. S'ka problem. Kush dojë me ditë në dije. E dituria ku i ngjan pra? Dituria nuk i ngjan zanateve. Dituria s'ka lidhje me zanatët. Se një berber në katon, 2, 3, i 5 të e blokon më një herë, veç babën e vetë du të me qefë mo. Ska moshteri. Se zen, nuk e zen. Gjamgji një është këtë qytetin bolë, se nuk thanë gjamat për dit. Nuk e zen nimi gjamgji katun i zanat li. Po dituria se ka kështu. Dituria nuk ka si toka mos me izon njëzit. Dituria është si qieli. A i ke thonë kuj shi e stanë notën, largov pak matane se s'peshohonën? E pse pra si ke thonë kështu? Pse ajo është gjanë, ajo në zanë kejve neve. Dituria kejve në zanë, sa është obori shumë i madhë. Ajo është si qeli. Pra kush ka ledzu për me u gjanu me artër të besimi, është bo musliman. A i që ledzoj diturien për zanat, a i sa shkusht me u bo musliman? Për zanat, si zanat me dit. Sa shkusht, pra sa shkusht Hegeli mu bo musliman. Me gjithë se unë kam ledzu në literaturën gjermane, se a i kur vdic, a i filozofi gjerman Hegel, a i kur dic a dite para se të vdes, a i vuni një kumash e kishtë të gjelbër në shpijën e ti, i shkrum emni Allah në ta, a i urdhnoj që t'ja vejnë gjiksa ta dhe të des me ta. Shumë gjona jam shef këtë botë. Shumë gjona janë shef këtë botë. Goethe, a i filozofi gjermani famshëm si pas filozofijës ati, a i tha një fjali, po njerëz të tonë nuk e di pse se morin a përdor këto puna thu. Ja morin 1 milion gjona të cilët janë largë, atë që a i mas shumë ti me ta ka kalzu, nuk e përdorin fort. A i tha me një fjali të shkurt të ati. Tha, ne Evropianët jemi mende freskët. Neve kur do na ka hije me pranu islamin. Pik. Kjo ka citat. Kjo anë i fjalia ati. Na ka hije me pranu islamin. Kjo do me thonë kur do na do ta pranojmë islamin. Kur do sot dhe nesër do ta pranojnë islamin. E kush do ta pranon më spari? Më spari do ta pranojnë ato që më dishëm prej qerve janë.
e pastaj do ta pranojnë qertë. E kush do ta lën pra, se edhe po e lën apo? Po e lën. Një shoq që joni na vizitoi para dinatëve të na në shtëpi dhe na kallëzoi se me një qytet të quajtur Zambi në Afrikë, e një këtë din. Zambi ka qenë popullata 98% musliman, tash është 2% musliman. Ka qenë 98% musliman një shtet, tash është 2% musliman. Kejt ai popull ka kalun krishterizëm. Unë kur po flasë mos shifondër, ti po më ndonë se ti s'mundesh me qenë kështu i sulmum, po vetëm ai popull e ka pas fat me sulmu invazioni për krishterizmin e muslimanëve. Jo, ti je në shenjestër, ti je në midisin, mund në mesin e nishanit shenjestrës atyre, të ti që ka po ndodhëve, ti s'po ke mundësi me pa. Do t'a shifësh ndështë ma vonë, do të bëhat vonë. Ata na spjegun neve se më kanë hi me një kish në Zambi, vetë kanë prezentu, kanë hi me një kish në Zambi, me një fshat. Edhe ju ka thonë prifti, mas javë ka mbyll derën e kishës, ju ka thonë do t'ju tregoj diçka juve. Do çka kemi na tregu? Ka thonë, unë jam imami i fshatit. Unë jam imami i fshatit. Ka thonë, si imami i fshatit? Ku jemi na? Thë ju jeni në xhamien e shëndruar në kish, pasi që unë kam pranu krishterizmin, edhe xhamati i këtij katune ka pranu krishterizmin. Ju jeni në xhami, kjo ka qenë xhami, tash është kish, kejt katuni ka kalu në krishterizëm, kam kalu edhe unë, kemi shtipje të madhe. Bisedohet një kohë shkurt, imami ban të ube, para këmbëve të njerëzve të ndershëm që me parët e ative, kanë shku prej viseve të larkta me balon, me aeroplan 15 motor të rinë Zambi, në emrin e Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu. Pra dhe ai që ka shku atje me ju spjegu ative, në të fa vendi ku janë 98% njerëzve musliman, tash 2%, edhe ato e kanë lënë xhamien, s'kan dalë imama dit. E pra trazov për ka mentaliteti xhamati jam i ndershëm, trazov, ik prej asaj se dola në xhami sot, hoxha si shkon ati, si shkon me vllash kam i bërë që si shkon, s'po del he. Nëse është prej ative që s'dele dhe në xhami dhe s'del pishpije, ngreje zonin. E në xhami s'dele ma dhe pishpije s'del, ngreje zonin. Nëse është prej ative që ka shku në Zambi, me pa që ka pëndodha gje, nëse është prej ative që ka shku në Sri Lanka, nëse është prej ative që ka arë prej Dubai në Tiran, me ju kalzu njerëzve se në Shqipëri, 20 shoqata islame janë pengë të bomës i Airobi që i spjegum na, kurse 236 shoqata humanitare krishtere për krishterizmin e shqiptarve funksionojnë pa fije problemi. Pa fije problemi, edhe ata me nder, me respekt. Me respekt. Në parkun e Tiranës ma dha muë me shoqin tem, një fletushka, ajo gospodja, ajo zonja për Skandinavie, ajo sekretareshe e këngëtarës Karolina. Karolina me kënu në Tiranës me ekspertët e kishës për me ishtina, për me të këngës shqiptarët në krishterizëm. Më dhata, po unë nuk u përgjigja se unë zdishna. U përgjigj shoqi jem, se unë zdisha fare se shka me bo në atë rast, a ju përgjigj. Ishte aj maj menqër se unë. A e murat letrën, edhe për i tha sa i zonjës, tha, kusha kjo? Tha Maria. Tha kjo Maria. Tha po Maria, në fotografi, e vesh me terit të kocikamës, ati që i po therë në dinin e Marijës me mini. E pse s'po e manë t'i fejnë e Marijës vetë, po më therë muhe. E ja mori ajo shoqi tem letrën prej dore, edhe se pam mua, lishoj toka. E lishoj toka krejt. Tha vetë më i ti në dinin e Marijës nuk po rishe që kjo arë me këtë mini fun. Mini fun, pa fun. Tha vetë e kilon fejnë e Marijës ti, e po më therë muhe, e tash a i tha kështu asaj. Tha apo më therë të feja kësaj, apo më therë të feja jote. Tha të feja kësaj, tha në fejnë e kësaj jam. Në fejnë e Merjemit jam, se Merjemja ishte muslimane. Në fejnë e gjallit kësaj jam, se Isa ishte musliman. La në farriku bejna ahadim min rusuli. Na nuk i dalojmë për nga marët e Allahut për ka besimi.
Isa është i joni se është musliman, ne jemi ati. Merjemi është e jonja se është musliman, ne jemi ati. Po nuk jemi të ato minifunat. Ati si jemi na. A që ku duhet ati jemi. Propagandë e hatashme, propagandë rrezikshme. 236 shoqata humanitare krishtere funksionujnë në mesin e popullit ton me respekt. Vetëm Molla Jakupi i ngrati kur shkoi në Shqipni në vizitë te vllaznit, kryetari i komunitetit thot, me këta si të shotu i në Shqipni mbaju mirë. Kështu? Thot, po pse pra? Pse kështu? Se na qenë ka një hoxh në Shqipni. Na qenë ka në Shqipni një hoxh, edhe mo, shka ka nevoj qerë mo, me shala, ku ka mo qerë me shala? Njo është kryetari i komunitetit musliman. E në këtë ditë pra, kur kryetari i komunitetit musliman merë qëndrimin që s'ka me i hoxhallar në gjibe, me gjibe me shala në Tiranë, sidomos me shumic nuk ka me i në Shqipni, priftat e Greqisë, i Janulatosi, Papadopolosi, Makariosi, Simitisi, edhe me pëban, s'ka gajle. Ato hina që edhe formojnë zirën, e formojnë kryesien, Janulatosi, e formojnë kryesien, peshkopatën e formojnë. E formojnë mbi biskupimin e asaj fejas ortodoxe ku në Shqipëri. Edhe ato defilimin e bojnë me grup, edhe me bajraka, me kriqa përmidis Korçës, me qindra. Hoxhallarët s'kan drejta se kryetari i komunitetit Shqipnisë na pas ka nejt 28 vjet në burg, edhe qish me hitash edhe ki qetri hoxh me e pa të bota se hala pas ka hoxhallarët, s'ka na veç një që ka nejt 28 vjet në burg. Kja është mentaliteti i shqiptarit. Mua po mdokët se njoni që i tha edhe shqiptar edhe në xhennet ka dera, s'mund të tha veç për mi duvar në cefshin. Mos mu ka edhe këtu të një filozofi të sakt helbet. Mos mu ka edhe këtu të vërtet diçka. Se këto fjalë të popullit unë shumë trishtohem prej këtive, se kur ti konsideroj se s'ka në ta në gjo mas një 15 vetëve më del se ka diçka në ta. Çka u bo me neve? E pse gjithë popullit ta din që duhet me rezistu në momentet veçanta, veç populli jem edhe populli jetë mos ta din se nuk kanë shkejt që ka po folet për ta hongër më një herë. Nuk kanë shka ka dalë në tezgë në pazar për ta more për ta hongër. Jo, bre vllavi jam i dashur, jo. Në pazar duhet me marrë vetëm ate që janë shëshëndush, ate që janë shepastra, ate që duhet ti, ata që ti shpëtimin tanë në te e ke. Jo shka të qesin halgin pazar me ble. Jo shka ti fshin halki të borë në të vetë ti me dalë me ble në pazar. I nderuar i gjemot, unë për të thras në shembullin e dit. Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë, në shembullin e dit, se i lajmërum di, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam. Edhe po e krim për sot, tha shembulli i dit, është shembulli prap mes di burrave. A i ka njeni i rob, qetri i lirë. Tash ti ka thonë, ki shembulli qetër, është i një burrit nem. I një burrit nem, tha, abkam. Nem, normal, kur është njeri nem, thojnë edhe është shurë, dhe unë se di, që ato shka s'nin edhe s'folin, që ato shka s'folin edhe s'nin, veç diçka janë të kombinume, i thojnë shqip shurë me mec. Unë kam lezu një literatur të një autorit në gjuhën arabe, se që ato që lindin shurë kanë zonë. Kështu kam lezu, sa ka i drejtë, unë mos të më intereson fare. Ato që lindin shurë kanë zonë. Shurë total, që së më dëgjojnë asë një zonë fare. Ato janë në fit në regull. Ka thonë, pëse s'po flasin pra? E thonë, ato s'po flasin, se s'po mujmë na me algo me dhija ative, se nas jemi vesh bus të livrit, po me zonë po folim, që edhe ajtë folim me zonë. Ndoshta, kur ta rrijet një ditë shkenca, me mujtë me algo me dhije, se na tash hoxha sash vesh bus të livrit, po ashtu fol me zonë, edhe ato e qesin zonin. Si do qovë sash të majonë sot. Ndoshta kjo që e thash sash e vërtet, po në thash, unë s'kesh une, a i ka një autor. Të ndershëm, Allahu sjell shembullin e një njeriu nem. Thot, la yaqdiru ala shay. Ahaduhuma la yaqdiru ala shay wa huwa kallun ala mawla. Tha s'mundet asnjë punë me bë. Edhe e nin zotnia vet të ron. Zotnia i vet e nin të ron. Çka është zotnia e vet e nin të ron? E nin barr. I kanë thonë
i kanë thonë jetimit kel arabisht. Jetimit i thonë arabisht kel. Shka të me thonë kel? Bar. Psst, psst. A i që run jetim, a i ka bar. Kush e run jetim, kush e rrit, a i ka bar. Shka të me thonë ka bar? Nuk i bojnë këtë teshat të man jetimit. Ati dhe teshat e mira si bojnë bashkë të man. Këpucët si bojnë të man. Se a i me qërësi i shiqon. Ati nuk i bojnë të man këtë fjalët. Ati si bojnë të man këtë kujshit. Ati darsma si vend të man. Darsma që i ba gjimish në ta, si ban të man. Jetimit bajrami si ban të man. A i ditën e bajramit kanë. Edhe hitë se ka dërta i bile nuk do me dit, pse ka njës me kajt ditën e bajramit. A i midisin e darsmës kanë. Jetimi ta prish midisin e baklavës pa e prek me dorë. Pa e ashtë i briskin. E pse aja, qa që i keq asha? A i sa që i keq? Po midisi i baklavës në zemër të aj, ashtë i thim. A i si shaf gjonat në gjitme, a i shaf gjonat e dame. Tha pra jetimit i kanë thonë barë ati që e runë. Allahu ka thonë Kurani Kerim, shiqoni për njëri i cili ashtë si jetimi, ashtë kell, kështu ashtë barë e zotnis, abkam. O ti, thuj la ilaha illallah. Qoj që këtë letër që gjem? As nuk nin, as nuk fol, më shrim. Tha ki, të cilin zotnia ka barë, investon për ta s'plëtsot, kesh para ti s'plëtsot, i afron me hongrë s'plëtsot, e men shëtitje s'plëtsot, 100 kilometra që një do këtë pak, prapi jetë në rhak, kështu ma puna pra, tha në regull. Ka ta drejtojsh, kur një dobi s'tabe, e i nema ju e gjihhu, laje ti bi khajr, ka ta qoje, ka ta ornoje, zdin me bru një dobi se ka din qka po i thu, shur me mec, se din qka jetu i thonë, tha hel jes të vi hua, wa men jëmuru bil adli, tha Allahu ashti barabart që ki, me atë që urdhën për të mirën, edhe për të marën, ashti barabart që ki me një gjami, nëse ashtë hoqë, e janojmë shallin edhe huqim kursi një muj, shurë me mec, as nuk nin, as nuk fol ven katonari, edhe ngon një muj ata i farë pazohiq, qka ka fitu katonari për gjemoti për i këti, as gjë. Ashtë i barabart ki me një hoqë cili një muj pandër pre, me argumente, me lojoj shembul, me loj analogjie, me loj instrumentalizimit të spjegimit, ashtë i barabart ki me këta? Jo sa ashtë i barabart. E ta shti pra, Allahu për një cilësi prej ati, ashtë flet, ka fjall, fol me fjall. Ki putin rrug, ki shurën me meci, dras, dru që s'din se shka, s'din kur që dras, po ka kush, te kush më shkoni me ngu, ka për në dëgjoni pra. Allahu edhe me këtë shembul, në tërhek neve nga dal, me kofën e rahmetit ati, prej bunarit, prej pusit të paditurive, në pusin, apo në rafshin, e argumenteve në rafshin, e gjanave të qarta, edhe në thot, në Kurani Kerim, wa hua ala siratim mustakim, tha Allahu a i që urdhën për mirë, edhe dalën për të keqës, aja është në rrugën e drejtë, edhe thujshti pra, o Zot, banë më dhe muë që t'jem i qëndrushëm në rrugën e drejt, insha Allahu Ta'ala, nesër do të takomi pas i kindije, walillahi Ta'ala al-Fatiha.